këtë zotëri kam parasysh edhe një vizitë ti në Serbi me ca deklarata pak jo normale për Amerikën dhe atë që Amerika përfaqëson në këtë rajonin tonë, po nesër kjo është temë tjetër. Kështë halë me marë godinën ajo ty. Përdo? Kështë halë me marë godinën. Po pra, po s'është gjithandej është muhabet le ndërtimi. Ky është problemi. Në çdo fund do të ishte e mira parandalimi, por për fat keq duhet pranojmë edhe eliminimin e pasojave, si mund të them. Ti ngritë një pyetje që është kardinale besoj në gjithë këto 39 ditë. A është kjo luftë e drejtë? Unë mendoj kjo është... Sepse ne jemi mësuar gjithmonë që Amerika është në anën e durë të historisë, Amerika është... Pastaj kjo që ka ndodhur të 40 ditë... Vetë Amerikanët, ne është normale që s'pari duhet të themi një gjë fare shkurt që... Sepse ka një gjë, nëse më lejon, sepse i kemi minutë me menaxhojmë bashkë. Nuk mund të thuash që Irani nuk është te aksi të keqes, është te aksi të keqes. Nuk mund të thuash që Irani nuk ka sponsorizuar terrorizmin, e ka sponsorizuar terrorizmin. Edhe në planë shtetërore. Pra, nga Hezbollah, te Houthit, tek Hamasi, ndoshta nuk e di deri patjetër tek Al-Qaeda, te Shteti Islamik, pra kudo ku ka patur akte terroriste ndaj botës perëndimore, dhe jo vetëm në Izrael, po edhe për te Izraelit, ka qenë dora e Iranit. Po flasin për Shqipërinë, edhe këtu ka qenë dora e Iranit. Goditja 2022 është sulm. Nuk është sulm me raketa. Mund të vendosim pak kronologji? Mund të vendosim kronologji, po duhet të them gjë tjetër. Pra nuk mund të thuash që Irani është aksi të keqes. Problemi është se duke qenë shumë i keq arriti u faktorizuar. Kjo pastaj dalim te konflikti aktual. Këtu janë dilemat për konfliktin aktual. Mund mendoj 2-3 pika mbi i besoj duhen vënë. Me që flasim për parimin, a është drejt lufta, do të thot edhe raport me Kjo luftë, po. Irani është ai që është dhe natyrisht është tek aksi të keqes në qoftë se ti merr manualin e të keqes dhe të mirës në rang botëror, do të thotë listojmë gjithë burrat e këqij që ka ky planet. Natyrisht që po. Sepse për gjitha këto arsye që ti the, ai natyrisht mund të listohet aty. Por do të vinim edhe tek ndërmjetësit e sotëm të armpushimit me të njëjtin kriter që mbajtën Osama Bin Ladenin disa vite në territorin e tyre. E kam fjalën për Pakistanin. Po, në anën tjetër është dhe India, e cila për Kashmirin domethënë dihet se çfarë fërkimesh ka dhe çfarë qëndrimesh, domethënë çfarë flip-flopesh bën. Shkojmë edhe ke Kim Jong-uni, se çfarë lloj mos shkojmë ke ata diktatorët e vegjël të Amerikës Latine, se ata s'kan rëndësi se s'kan armë. Po duhet të them që lista e burrave të këqij në këtë planet është shumë e gjatë dhe unë këtu risjell gjithmonë atë sherr në distancë mes Jacques Chiracut dhe George W. Po, kur ishte fushata në Irak, e George W. Po, e të birit. Dhe kur kërkoi pjesëmarrjen e gjithë evropianëve dhe përgjigjja franceze ishte, zoti president, qofse Iraku Saddami është burr i keq dhe është burr i keq, ne duhet të ulemi si perëndim dhe të bëjmë një listë dhe çdo 6 muaj të sulmojmë nga i burr të keq në gjithë botën. Ja dalim dot? Unë them që jo. Dhe këtu ndodhi edhe ruptura. Besoj se ky lloj fërkimi, me këtë lloj kriteri, ne na çon që ta ridimensionojmë çështjen e ndërhyrjes, sepse vike kjo është e drejtë apo jo. Është një operacion i planifikuar keq. Aq sa në javën e dytë presidenti amerikan tha, nuk e prisnim që këta të godisnin Bahreinin, Kuvajtin dhe po mirë, çfarë prisje? Ti je tek zyra butonave, aty janë gjithë informacionet e botës. Nuk e dijeti që këta do përdornin luftën asimetrike që quhet. Pra, ti me raketa 5 milionëshe dhe këta me dronë $200 që gjuajnë radaret e tu që kushtojnë 1.1 miliard, në Bahrein për shembull, apo jo. Do të thotë, këtë luftë ti se parashikove dot, u planifikua pra keq. Në pikpamje të ligjit ndërkombëtar është shkelje. Në pikpamje të kërcënimit që bën, ka tiparet e atyre që cilësohen si krime lufte. Nuk mund të thuash ti që unë do të hedh në erë ty të gjitha urat, të gjithë centralet. Ja ku e kemi generalin këtu. Ushtria nuk operon, ushtria moderne dhe ushtrit e vendeve demokratike. Aq sa unë, median amerikane, gjatë gjithë tyre 2 ditëve që Trump ka bërë këto kërcënime ekstreme, ftonin ushtarak dhe ish ushtarak të shquar në për studio dhe pyetja parë që bënin, a do t'i bindet ushtria amerikane një urdhri të tillë i cili flirton me krimin e luftës? Dhe përgjigjet ishin gjithë në zgrip, sepse dihet që normal, tash njerëzit edhe e thonë, edhe se thonë vërtetën. Dalim të intervista e pamshme e Nixonit me David Frost, si tha,
kur e bën presidenti i Shteteve të Bashkuara, asgjë nuk është ilegale. Patjetër, po. Po ishte fjalia që shkatroi karrierën. Patjetër, e vërtet. Por, pra, në pikpamjet ndërhyrjes Sokol, unë mendoj ishte një luftë ligjërisht e padrejtë, është, se nuk është ishte. Unë jam bindur që kemi vetëm një pushim, nuk kemi zgjidhje. Me këto që po shohim orë të fundit, nuk është zgjidhja nuk është afër, zgjidhja është larg. Unë them që ka vetëm një pushim nëse do të mbaj. Dhe është thjesht për presionin e tregjeve të karburantit të cilat kanë infektuar me inflacion të gjithë çmimet e mallrave të tjera të konsumit në gjithë botën. Deri diku që dalim kaq shoferë taksisë në Kili. Domethënë të gjithë po e vuajnë. Ne kemi shoferë tan taksisë. Po ne kemi për to, unë vajta larg që ta bëj krahasimin pak më paradoksal. Emilio, dalim prapë te teza te frika, sa ju te teza se këtu janë 3 palë. Pra, ajo që quheshin 2 palë për Shtetet e Bashkuara, apo Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, që u futën për të mbështetur Izraelin, praktikisht me deklaratën e Netanyahu nuk dalin 3 palë. 2 palë që duan të ulen dhe negociojnë, dhe kanë rritur një pushim, dhe një palë tjetër që vazhdon operacionin vetë. Sa kjo mund të rrezikojë gjithçka. Pra ka dalë sebepi i Libanit, me që Trumpi ka thënë duhet pushojnë, domethënë operacionet në Liban, Izraeli u t'i vazhdojë, ndërkohë Teherani që thotë jo duhet ndalojnë edhe sulmet edhe ndaj Libanit, Izraeli po e pam se çfarë tha. Pra rreziku i një mishmashi të tillë. Pra kur 2 palë duan të ulen deri ditën e premte, dhe ndërkohë dikush tjetër thotë prit se jam në unë. Shkoni. Para se ose gjatë ditës së sotme pash një reportazh i cili në një farë mënyrë edhe rrjedh nga ndoshta edhe nga Shtëpia e Bardhë për të treguar atë se ose shpeshherë për të relativizuar edhe situatën. Ku thoshte se si u mor vendimi për të hyrë në luftë. Dhe për ta sintetizuar, ministri ose sekretari i jashtëm Rubio nuk ishte dakord, zëvendës presidenti amerikan nuk ishte dakord, një pjesë e mirë e drejtimit të cilës nuk ishte dakord, madje e quajti dokra pretendimet apo atë që ishte plani izraelit që ju prezentua presidentit Trump për rënjen e regjimit të shpejt gjatë ditëve të sulmit, dhe ishte vetëm një vendimarrje e fundit, e cila ishte presidentit Trump, që shkoi në atë që ishte sulmi. Kjo do të thotë, dhe duke e lidhur edhe me ato ose një telefonat të disa ditëve më parë ndërmjet zëvendës presidentit amerikan dhe kryeministrit Netanyahu, ku e akuzoi në një farë mënyre për misleading të presidentit në mënyrë që mos vetëm kaq, po ke prishur imazhin, ke tentuar të prish imazhin gjithë kohëve, po. Kjo çon edhe në një tregon atë që është roli vendimtar i Izraelit dhe si një faktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm në atë që është po e vendos në thonjza apo edhe jashtë thonjzave tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë konflikt. Realisht, përveç konjunkturave të caktuara politike, në aspekt të gjërë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kishin ndonjë interes të drejt për drejt për të arritur këtë dhe për të përfshirë në konflikt, dhe përveç se asaj që do thoshja unë, ai që është më i fituari përveç në aspektin ekonomik që është Rusia, në aspektin rajonal është Izraeli. Dhe i vetmi aktor i cili arrin që të përfitoj nga e gjithë kjo është Izraeli. Nuk ka humbur asgjë deri tani. Në Liban ka shtrirë ato që është ndikimi i tij, po krijon një zonë të ndërmjetme, buffer zone, edhe arsyeja që mund mos të funksionojë edhe armpushimi është pikërisht ndërhyrja në Liban. Po krijon një gaza të dytë në këtë rajon. Saktë se gaza të dytë është pak janë ca po të lexosh kritikët ndaj kësaj lëvizje, është ideja që a mos po shkohet deri te realizimit të atij planit famshëm të fund shekullit XIX të zgjerimit të Izraelit. Është një diskutim dhe ky nga Nili deri në nga Nili në Eufrat. Sinai edhe për zbritur poshtë pastaj. Është ky një diskutim ose një aspekt që kështu ndodhi edhe me Lertsit Golan. Kështu ndodhi me Lertsit. Marrim gjithmonë diskutojmë me ose përqendrimi ka qenë sulmuar një shtet sovran siç është Irani. Edhe Libani është një shtet sovran nga ana tjetër, i cili po pyet njeri më saktë se ç'po bëhet aty. Duhet të na që kështu ka qenë në drejtimin e kundërt, ë?
Sigurisht. Që ato zonat e Libanit ku firme Izraeli dhe ato Libanit që kishte ish kontrol. I kishin Hezbollah. Ka patur Hezbollah dhe është shteti dështuar. Nuk kontrollon territorin. Që s'kontrollon territorin e vet, Hezbollah e kishte ne. Është një realitet dhe ky. Por nga ana tjetër, në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, dhe I kthehem asaj që pyetet është e drejtë, s'është e drejtë, në aspektin e të drejtës ndërkombëtare nuk është. Pa çka pastaj atyre që janë realiteteve politike apo edhe ushtarake në rajon. Në këtë këndvështrim, përveç dhe duke I shtuar diçka tjetër, ato që edhe prekën kolegët më përpara, jo se si do jetë formacioni I aleancave rajonale, kryesisht të vendeve arabike, pas konfliktit, është një çështje shumë e madhe për të diskutuar në vazhdimsi. Deri më sot, të gjitha këto vende ka patur një marrëveshje në një farë mënyre, ndoshta të pashkruar, po që ekzistonte mbrojtjen territoriale të këtyre vendeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këmbim të atyre që janë prezenca e tyre ushtarake, e cila nuk funksionoi deri më tani dhe do selli një ridimensionim. Treta që do thoshja gjithashtu që është përsëri në përfitim të Izraelit është faktorizimi apo përparimi asaj që kishte ngecur më përpara marrëveshja abrahamike, e cila në të njëjtën kohë po vazhdon dhe po punohet që të gjitha vendet arabike, edhe duke parë që tashmë Izrael nuk është më armiku kryesor, por Irani që nga armiku kryesor në rajon, po bëjnë apo po shkojnë drejt asaj që është marrëveshja abrahamike për të bërë ato që është njohja apo edhe normalizimi I marrëdhënieve me Izraelin. Kështu që në këtë si mund normalizosh marrëdhëniet me një vend I cili kërkon territore. Është një skem tjetër tash, sokol fakti që për 2 ditë, jo 2 ditë, po mosh 24 orë ndërhyri, domethënë për ta prishur marrëveshjen mund të jetë një po them, po hedh si tezë, mund të jetë një synim I presidentit Trump që nga marrëveshja nga 2 palshe të përfshihet në marrëveshje 3 palshe, pra që të përfshihet edhe Izraelit marrë detyrimet dhe në këtë mënyrë Iran, Izraeli, vendet e gjirit, mund synohet një zgjerim I marrëveshjes Abrahamit edhe legjitimimi në fund pasaj që Irani të detyrohet të pranojë ekzistencën e shtetit Izraelit, se ky është problemi më I madh që nuk e pranojnë. Pra mund synohet një marrëveshje akoma më e gjerë, zgjerimi asaj të Abrahamit, edhe në fund fare edhe Irani e merr jo njohin sepse ata po do ta pranojnë, nëse në shkruhet një marrëveshje do ta pranojnë. Nëse ulen tavolinë patjetër. Pra, sepse është shumë e çuditshme, domethënë pa u mbush 24 orë që mund priset paktën deri të premten, që të filloshin negociatat të filloshin negociatat të ulshin tavolinë palët, edhe pastaj mund të kalojnë veprime në mënyrë të menjëhershme, domethënë, duket sikur ka një skem që funksionon. Mund të themi lavë. Unë nuk mendoj se Izraeli po deli fituar, aq e vërtetë është kjo për mendimin tim, saqë goditja e Beirutit sot në mesin e një armëpushimi tregon që Izraeli, jo indirekt, po tregon drejt për drejt për mua, Izraeli ende nuk I kam përmbushur objektivat e veta dhe nuk ndjehet I plotësuar me këtë që është arritur, ose që është I tavolinë. Sigurisht, kjo nuk të kështoj absolutisht. Jo, po patjetër, vetëm se ka mendoj se ka disa aspekte tjera jo pak të rëndësishme. Një muaj përpara, në mesin në fillimet e kësaj ndërhyrje, në Amerikë u zhvillua një sondazh I cili bëri shumë zhurmë. Historikisht në Amerikë, kur pyeteshin qytetarët amerikan, jeni me Palestinën apo me Izraelin, sondazhet kanë variuar mes 70-30 dhe 80-20. Pra, dukshëm pro-Izraelit. Është hera e parë dhe mund ta shikoni dhe ka bërë shumë zhurmë si sondazh, që është hera e parë që opinioni publik amerikan, dhe kjo është e reja, se po të vish në Evropë 80-20 kundër Izraelit nuk është lajm sepse të gjithë janë kundër, praktikisht. Po të shkosh në Spanjë është edhe 90-90. Po në Amerikë aktualisht është 53 janë me Palestinën dhe 27 me Izraelin. Është për herë të parë që është përmbysur. Sot kemi një kryeministër të Izraelit që është I ndjekur për krime lufte. Do me thënë, nuk zbret dot në aeroportet e Evropës, sepse... I ndjekur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Korrupsion. Ajo është lojë e brendshme, po unë po them pozita ndërkombëtare e Izraelit, se për këtë flas. Ka drejtë vit, është I dënuar aty ndërkohë. Po, patjetër, edhe aty. Jo, është I dënuar. Ai e vetëm arsye pse ai nuk futet në burg, është për shkak të shpall gjendjet e jashtëzakonshme të emergjencës. Nuk mund të... Patjetër.
Pa tjetër. Presidenti Herzog thotë po shqyrtoi kërkesën e presidentit Trump për ta falur. Diçka tjetër. Izraeli ka humbur në rang botror, ka humbur lojën e opinionit publik, jo vetëm në Amerikë. Aq sa u fut Ellison i Oracle për të bler TikTokun në Amerikë dhe të ndryshonte aq sa ti sot në këtë aplikacion në Amerikë, nëse fut fjalët Izrael ose Gaza, direkt thot që mesazhi juaj bie ndesh standardeve tona të publikimit dhe nuk ke mundësi të futesh fare. Pra, ka pas drejt Rama për TikTokun atë. Po, ka pas drejt, po. Në këtë pikë ka pas drejt algoritmi. Dhe ajo që duhet thënë, edhe në rastin e arritjes së një marrëveshjeje, duhet dim që Irani ka goditur monarkitë e Egjirit, por po të shihni, aty është një situatë paradoksale ku në Bahrein bien bomba, familja mbretërore ka ikur dhe opinioni publik i atij shteti është masivisht kundër qeverisë vet dhe linjës së saj. Linjës së saj pro-amerikane dhe pro-izraelite, sepse këto dhe Iraku edhe vende të tjera. Patjetër, do të thotë, ka një lloj shifti që nuk shkon drejt. Bahreini, Arabia Saudite janë dy vendet më të lidhura. Ka një lloj spostimi Sokol që nuk shkon në drejtim të armiqësisë me Iranin, por shkon drejt asaj që me drejt u tha këtu, na premtuat siguri, thonë Amerikanëve, dhe nuk na ofruat. Keni mbrojtur Izraelin me disa shtresa raketash detektorësh, ndërkohë që ne na keni lënë gjithëve zbuluar rafinerit, impiantet e shkripzimit që janë shumë të rëndësishme. Do të thotë Arabinë Saudite mund ta gjitha vendet e gjerit, nëse ti do t'i ulësh në gjunjë, patjetër, godit impiantet e shkripzimit të ujit dhe i ke vdesin nga etja. Shkripzimit të ujit dhe aty mbaron filmi. Pra, unë mendoj që ajo që u tha me drejt këtu, besoj nga zoti Shala, që u afirmua një rol rajonal i Iranit, dhe kjo është drejt për drejt në dëm të Izraelit, kjo gjë ka ndodhur praktikisht, sepse kjo është afirmim dhe legjitimim përmes sakrificës dhe luftës. Do me thënë është rruga e egër, është rruga e ashpër. Do të thotë, mbi testa jo vetëm 2 javore, po tashmë 5 javore, e ka sjell opinionin botror, kaq kundër për shkak të inflacionit, të bllokimit të Hormuzit e tjerë, saqë unë mendoj që SBA, presidenti i saj, dhe Izraeli dalin të humbur nëse nuk vazhdon lufta. Por edhe në vazhdon lufta, sërish llogarit dalin keq, sepse kjo është një luftë e nisur gabim. Nuk ka opozit në Iran, më falni, s'ka më opozit në Iran. Kishte opozit në Iran, tash s'ka. Sot ishte po lexoj reagimin e ku është opozita iraniane? Që është kryetaria e u munduan të japin armë kurdëve, ku janë kurdët që do luftonin? E cila ishte pro armëpushimit. Pra ishte pro që Shtetet Bashkuara të uleshin me regjimin e Ayatollahut, cilët ajo pretendon ta luftojë. Kompaktuan sepse ata Ayatollahut duke i goditur. Janë të bindur që